Në një atmosferë të ngrohtë festive, shkolla fillore Salilisi në Dobërdoll shënoi manifestimin qendror me rastin e ditës së patronatit. Aktiviteti nisi me interpretimin e himnit kombëtar, duke krijuar një ndjenjë krenarie dhe respekti të pranishmit për t'i lënë më pas vend fjalës së mësueses Sevime Ibrahimi. Në referatin e saj, ajo theksoi rëndësinë kësaj dite, duke rikujtuar vlerat dhe trashëgiminë që bartë emri i patronatit. Në këtë shkollë punojnë gjithsej 80 të punësuar, ku mësimin e vijojnë gjithsej 346 nxënës në Dobërdoll dhe Tomlic, të ndarë në 38 paralele për vitin shkollor 2025-2026. Që nga viti 2006, shkollës ju ndrua emri nga Johona në Salilisi, në nder të bashkëqytetarit tonë Salilisit, luftëtar i palodhshëm kundër fashizmit. Familja Lisi erdhi nga Shqipëria Veriore, nga fshati Lis afër Matit, nga ku edhe mori emrin Salilisi. Ai lindi në fshatin Dobërdoll më 15 korrik të vitit 1923. Rrjedh nga një familje e varfër zejtare gurbeqare. Babai dhe gjyshi i tij punonin në Beograd, ku dhe i mori mësimet e para. Babai i tij Ahmeti ishte arsimdashës, pra ne i vendosi që gjali i tij mësimet i vazhdoi në medresen Izabeu në Shkup. Pas mbarimit të liceut real, vendosi të vazhdoi shkollimin normal në Prishtinë, ku pasioni i zjarrit i tij ishte të bëhej mësues. Afinitetet revolucionare, Salilisi në shtyi që të inkuadrohet në radhat partizane. Pas luftës, nga dëshpërimi për gjendjen e popullit të tij, ai filloi të kundërvihet regjimit dhe përfundoi në buxhet më famkeqe si ai i Grizovës, ku qëndroi 5 vjet, dhe më vonë në Goljotok, ku qëndroi plot 7 vite. Në 8 maj të vitit 1962, lirohet nga burgu me shëndet të dobët nga ndëshkimet dhe torturat. Ashtu që më 17 prill të vitit 1969 ndroi jetë në Gostivar. Programi artistik solli emocione të veçanta përmes poezive, këngëve dhe valleve të interpretuara nga nxënësit, të cilët me përkushtim dhe dashuri dhanë jetë kësaj feste. Me bangat tona, ëndrat marrin frym. Çdo fjalë ndezë si shkëndij, çdo hap bëhet diturim. Nisa në rrugët e jetës, dalë mjeshtra prej vërtetës, u luta për paqe në botë, u dham qeshi syri pikoj lotë. Një moment i veçantë ishte përshëndetja e drejtorit të shkollës Denis Saliti, i cili në mënyrë të veçantë nderoi mësuesit veteran, duke vlerësuar kontributin e tyre të çmuar ndër vite në edukimin e brezave. Të nderuar mysafir, të cilët e plotësuat sot festën tonë, të nderuar kontribues, të cilët zemërgjësisht ndihmonin në rritjen dhe ngritjen e procesit arsimor në shkollën tonë, dhe padyshim duhet të falenderojmë edhe kontribuesit jetësor të mësimit, pra veteranët e arsimit, të cilët i kemi prezent sot në këtë eveniment. Ju falenderit. Në emër të kryetarit të komunës së Vrapçishtit Isen Shabani, të pranishmit i përshëndeti udhëheqja e sektorit për arsim Halime Bajrami, duke përcjellë mbështetjen institucionale për arsimin dhe zhvillimin e tij. Patronati nuk është thjesht një përgjegjësi, është kujdes i heshtur, është vëmendje e përditshme. Është dëshira e sinqertë që çdo nxënës këtu të ndihet i mbrojtur, i respektuar dhe i dashur. Sepse çdo fëmijë që hyn në këtë shkollë nuk është vetëm nxënës. Është një botë e vogël, plot ëndra, plot ndjenja, plot shpresë. Dhe ne kemi detyrën më të bukur në këtë botë të udhëheqim këto ëndra me kujdes. Sot, kur shohim këtë nxënës në skenë, nuk shohim vetëm recitime, këngë apo valle. Ne shohim guxim, ne shohim rritje ne shohim zemra që flasin pa frikë. Çdo buzëqeshje e tyre është përblimi ynë më i madh. Faleminderit nxënësve që na mësojnë çdo ditë çfarë do të thotë pastërti shpirti.
Faleminderit mësuesve që japin veten pa kursim dhe faleminderit prindërve që janë pjesë e kësaj rruge të përbashkët. Shkolla jonë nuk është e madhe për muret që ka, por për dashurinë që rrit brenda çdo zemre që kalon këndo. Andaj, unë në emrin tim personal, në emër të kryetarit komunës, në emër të gjithë stafit komunal, ju uroj ditën e patronatit shkollës. Manifestimi u përmbyll me ndarjen e mirënjohjeve për nxënësit pjesëmarrës, kompaninë mbështetëse dhe mësuesit veteran, në një moment falënderimi dhe respekti që i dha fund një dite të mbushur me krenari, kujtime dhe emocione të veçanta.